e keni nisur këtë trashëgiminë e veshjeve popullore? Kush ka qenë shkëndija që të bëri të merrje këtë nismë? Unë në rast të parë u rrita në një familje që puna e dorës ka qenë mjeti jetese. Do më thënë, aty punosh të zgjau, aty punosh makina qepse, aty beshin paja, aty beshin qelimat për paja, aty beshin veshjet popullore, të gjitha këto dhe duke rritur në një familje me një ambient të tillë, detyrimisht ajo të hyn në gjak, mëson vetiu. Jo vetëm unë, po dhe motrat e mia, për shembull, ato kanë bërë të zgjau, ja këto janë punimet e motrave të mia para 80 vjetësh. Ky qelim është i pajis time, që më ka bërë nëna. Një e kanë falur muzeut etnografik këtu të Beratit, se doja mos ma hante mola, kështu ja fala dhe një e mbajta për kujtim. Nëna ime ishte një duarart, ka rritur 11 fëmijë me të zgjaun. Gjithashtu nuk duhet ta fshe edhe tjetrën artizanat, edhe bërja e rrëgozit ka qenë shumë e pranueshme për hapur në shtëpinë tonë. Fëmëria jonë ishte vetëm me punë. Ne lodrat nuk para i kishim, i njihnim si fëmijë që ishim. Unë do vija nga shkolla, do bëja gjalmën e rrëgozit, sepse gjalma e rrëgozit dridhet me dorë, do t'ua tregoj dhe si dridhet. Edhe unë do vija nga shkolla dhe do bëja gjalmën e rrëgozit, sepse donte babai punë dhe vëllezrit për të nesër për të bërë rrëgozin. Edhe unë me motrën time Vasilikën do ta dridhnim atë. Tregoj dhe metodën se si dridhej për të dalim andej. Dhe pastaj në kohën e Enverit, në qendisja, ja këto për shembull, këto ka bërë në kohën e Enverit. Në kohën e Enverit, kas në kohën e para 90-s. Vija nga puna, qendisja që se ke pas stopin 500 atëherë, ai 500 që merrim ne dhe i qendisja këto. Të gjitha këto janë të bëra me dorë. Cili është kostumi i veshjeve popullore që të ka ngrënë më shumë kohë dhe është më i shtrenjtë në muze? Duke qenë se Berati është një qytet që aristokracia Berati ka pëlqyer shumë qendisjet me temina dhe me ruaza, edhe unë jam përqendruar aty që veshjet e mia popullore të kenë sa më shumë temina dhe ruaza, si në rastin konkret. Këto janë ruaza, këto janë temina. Ky është një ndër kostumet? Ky është një ndër kostumet, ka dhe fustanin poshtë, që vishet. Dhe këto varen nga vlerat, dhe nga vlera e punës, se sa nga vlera që transmeton një gjë të kaluar, një gjë që nuk e kemi parë shpesh. Dhe kur këto dalin të punuara, ja kjo për shembull. Kjo është sako me sahat, thonë. Është e traditës Beratit, sako me sahat. Është model shumë i vjetër dhe unë jam përpjekur që ta bëj sa më origjinal. Dhe kjo pothuajse është 100% e realizuar. Se gjithmonë duhet t'i përshtatemi dhe origjinës të përbërjeve të punime popullore. Megjithatë, unë kam avancuar një çik më tepër, sipas kohës e cila evolon, edhe unë kam pasur parasysh këtë evolim të kohës që gjërat i bëj edhe çik më të bukura, edhe çik më të kompletuara, sepse nga shekull, siç kanë lexuar dhe etnografët Andromati Gjergji dhe Afrodita Onuzaj, që thonë rrobat popullore kanë ndryshuar nga shekulli në shekull, nuk kanë qenë të njëjta. Dhe duke pasur dhe këtë në mendje, duke dhe studiuar dhe etnografinë, jam munduar që të përshtatem origjinës. Por ama i kam avancuar dhe një çik më shumë. Të cilës periudhe janë veshjet popullore? Kur nisin të... Veshjet popullore janë të kohës bizantine, janë shumë në kohën bizantine, po ka edhe në kohën e otomanizmit. Për shembull, neve qitjanet nuk i kemi pas më përpara, por në kohën që u pushtuam nga turqit, filloi të përdoret qitjania. Dhe më vonë, pastaj që ishte vetëm për këtë shoqëri, u bë kombëtare dhe tani qitjanet ose tumanet, si mund t'i quajmë, janë, domethënë, janë ndërkombëtare, janë kombëtare tani. Tani kemi fustanella, sa gjë e bukur, që e vishti princat shqiptar, për elegancën që ka. Në festat, në takimet që benin kombëtare dhe ndërkombëtare. Fustanella ka qenë shumë e pranueshme dhe pëlqyeshme nga princat shqiptar, për elegancën dhe bukurinë e saj. Do të ekspozohet në muze?
Në përgjithësi të gjitha të vjetra janë, po më e vjetër që është fillon kjo fustani këtu, që është i qëndisur me fijari, ngjyrën lejlat të preferuarën e qytetit Beratit, dhe është pastaj pasuar me të tjera, shumë të bukura, nuk mund t'i ndash dot, po që kjo është një nga fillimet e para. Se si ta thash, unë 25 vjet punoja për Greqi, punoja dhe për Shqipëri. E kisha pasion këto. Se kur bëja për në Greqi, thosha po pse mos të punoj edhe për Shqipëri, që Shqipëria ka qenë vend shumë i njohur për këto. Në kam pas liçë në kohën e baronit dhe në kohën e të huajve që vinin dhe i kishnin ëndër rrobat tona. E fillova pastaj beja, me atë ushqesha, këta i beja për hobi. Dhe i mlodha të gjitha i kam këtu. Dhe të them edhe një gjë tjetër, që siç thanë dhe zonjat aty poshtë, që ato e ambrezi fund po punoj. Unë duke pasur dhe eksperiencë ndërkombëtare që andej puna e dorës ishte venitur, ishte zhdukur, dhe shikoja dhe që një ditë do vite edhe në Shqipëri, dhe që erdhi. Dhe unë kam pasur manin që të prodhoj sa më shumë, se do vi një kohë që unë do kërkoj qëndisare dhe nuk do t'i gjej, dhe fakti është ky. Dhe prandaj kam qenë shumë manjake për të prodhuar, për të qëndisur. Për të mbajtur gjallë këtë muze dhe për ta pasuruar me modele të veshjeve të reja, do të duhet të gjesh punonjës që ta mësojnë. Ai është objektivi im. Ai është objektivi im kryesor, sepse shikoj që moshat e mëdha sapo vinë dhe do vështirësohet puna, dhe me një fond familjar, se tjera nuk kam, po mendimin e fëmijëve, me pensionet e mia, sepse unë marr pension dhe në Greqi dhe në Shqipëri, do t'i mbledh që të marr vajza të reja, t'i mësoj, po dhe t'i paguaj. Po ai gjen, kam dëshirë. Po i pagove, i gjen, po është pagesë e madhe. Gjen, si s'gjen. Se dhe që punojnë në rroba qepësi dhe atje lodhen, dhe këtu do lodhen. Është gjë e bukur, qëndësteria është artë më vete. Dhe kam besim se do t'i gjej. Kush do ja shpjegoj turistëve? Ke një person të caktuar për llojet dhe veshjet popullore, ata që do vinë në këtë muze? Sot për sot, Anila, kompetente për këtë janë vetëm unë. Nuk e bën dot njeri rrëfimin dhe tregimin, siç e bëjun që e ndjej, se unë e jetoj këtë punë. Unë e vuaj në shpirt, kur një punë nuk bëhet mirë, unë e vuaj. Unë gjithmonë i dua gjatë të dalin sa më bukur dhe nuk e bën njëri tjetër. Por ky është një muze që do ngelet, besoj shumë vite. Ky është qëllimi jon. Kam vajzën që kam në Greqi, që është qëndistare tepër e talentuar në Greqi, e shumë e njohur, me shumë e suksesshme. Pasi ka dhe ajo 30 vjet në Greqi dhe ka 25 vjet me biznes, mendoj që të vi këtu dhe duke më dëgjuar mua, ajo do mësoj prej meje dhe do ta transmetoj në breza. Ka një muze të dytë si ky në Shqipëri? I interesuar? Me sa di unë, për nga lloji dhe nga përberja, nuk ka. Me sa di unë. Është i pari? Po, është i pari. Mund të them me modesti që mund të konkurroj dhe muzet shtetëror. Si të punon? Anila, unë punoj mbi 10 orë në ditë. Mos them dhe më shumë. Mbasi mbaroj punën këtu tek atelja ime që vizatoj, pres, qëndis aty, bëj gati punën për të marrë qëndistaret në përshpia, se kam shumë qëndistare që i kam në përshpia. Mbasi mbaroj punën, domethënë 8 orë deri në 10 orë këtu poshtë, njitem lart në shtëpi. Unë asnjëherë nuk shikoj televizor. Unë dëgjoj të gjitha emisionet, po për të shikuar jo se unë bëj këto. Si ti ke në punën e dorës? I kam këto. Ka raste më rrëmben në herë rutina deri në 12 natës. Më merr ajo rutina e pasioni i bere këtyre, i kam të gjitha ruazat, të gjitha këto, dhe këto do ja bëj veshje popullore, të gjitha. Kam qëndisur shamit ujate me uja që thoshin gratë e para. Shamit e kokës i bëni me uja ose me çufka dhe me ruaza. Se mbaj mend motrat e mia dhe nënën time, dhe unë tani po i bëj ato, po i përsëris. Pse të ka lindur kjo ideja që të ndërtosh një muze privat me veshje popullore? Sepse unë urita në një familje që artizanati ishte mjet jetese në familjen tonë. Dhe puna e dorës ishte në një lartësi shumë të madhe, e përqyeshme nga të tërë familja ime, nga motrat e mia, nga nëna ime dhe në të gjithë me radhë. Sa modele me veshje popullore ke të ekspozuara në muze? Një numër shumë të konsiderueshëm. Me modesti mund të them mbi 500 sot.
Të kujt trevave? Të gjitha trevave përveç Gjubletës. Çfarë interesi kanë vizitorët tek veshjet popullore? Si e sheh ti interesimin e tyre? Është një gjë që nuk është parë më përpara në mas kaq të gjerë dhe interesimi i tyre është diçka që po del shumë në pa tani këto kohët e fundit. Ka marrë shumë zhvillim se edhe Ministria e Kulturës na ka stimuluar për këtë gjë. Dhe përderisa edhe shteti interesohet dhe stimulimet i kemi, pse të mos ta vazhdojmë dhe ne? Cilët janë personat të cilët duan të shohin veshjet popullore dhe janë të interesuar për to? Në përgjithësi vendasit, por dhe emigrantët nuk mund t'i përjashtosh. Janë shumë të apasionuar mbas veshjeve popullore. Para ca kohësh besh ndeshja që u bën në Angli që fituam ne. U veshën, erdhën këtu, morën veshjet e mia dhe u veshën në Angli dhe u kënaqë kur i pash në televizor që ishte veshur me rrobat e mia. Është kënaqësi kur shikon domethënë duart e tua, punën tënde që dikush e pëlqen. Dhe është hapur në masë të madhe pëlqimi i veshjeve popullore. Me përdasmat i marrin për kërcyer. Me të huaj është bërë një dasëm me gjerman, me vajzë shqiptare martuar, erdhën morën rrobet e këne. I pëlqen jashtëma se gjermani ashtu kur pa këto. Tashmë që Berati është bërë qendër e turizmit gjatë gjithë vitit në Shqipëri, është dhe Muzeu i Veshjeve Popullore një pjesë e ndalesës së guidave? Po, për këtë po punojmë. Jemi lidhur dhe me Ministrinë e Kulturës, me Muzeun Historik Kombëtar, që muzeu im të hyjë në asetet shtetërore, të njihet dhe nga turistët dhe për guida turistike. Për këtë po punojmë, po bëjmë dosjen. Veshjet popullore fillimisht ka qenë nga Tezgjau, po që të punoj Tezgjau duhet të kishte leshin të përpunuar dhe bëhesh në furka. Kjo është podheska, i thëshëm ne në gjuhën popullore. Lidhësh leshi këtu dhe vijej në brez e dridhej. Dridhej kishte dy mënyra dridhej. Kishte në bosht, ky quhet boshti, që dridhet në këtë formë. Kemi dhe ky është druga, ky është e druga, se gatrova, dhe ky është boshti. Ky është boshti, që e përdridhim ne, kam dredhur jashtë mase këtë tilla, trikët e mia vetë i beja, i dridhja me këtë, nga këtu e mira që e dridhja këtu, dhe që prodhohesh lenda e parë për Tezgjau. Do me thënë, të gjitha veshjet popullore që ti ke në këtë muze, nga kjo lloj pune rrjedhin? Jo, do me thënë, këto që i kam beron janë më të bonderuara, po neve të tregojmë origjinën se nga se kanë ardhur veshje popullore, nga Tezgjau janë bërë veshje popullore, po që të kesh elemente Tezgjau do të bësh këto në radhë të parë. Ndërtimi i Tezgjahut me çfarë qëllimi është bërë? Ky do jetë funksional. Takia e babait tim. Mund të jetë mbi 100 vjeçare. Kur u martua motra e madhe, babai e hoqi takien dhe vuri se neve jemi me origjinë nga Sinja, kemi zbritur nga Sinja dhe sinjarët banë edhe një qylaf të zi të bërë me pellush. Është aty, do e kam aty tash. Dhe motra e madhe e merr takia dhe e kishte futur në kjo është sepetja që motra e madhe ka marr pajën në vitin 1955, shmartuar motra ime. Dhe ka paja merresh këtu atëherë. Dhe me që baba e hoqi takien, ajo e kishte vend këtu në këtë baule. Para 10 vjetësh më tregon mua ca punime që i kishte qëndisur motra Fania, që ishte një duarart si nana dhe ajo. Tashmë ti do ta ekspozosh në muze? Edhe po, aty. Edhe thot mund para 10 vjetësh, ua thot takie babait thot ajo. Ua thashëm kush e po babai tha ajo në fillim mbate takie tha. Kur u martova unë tha, hoqi takie dhe vuri qylaf të zi. Pastaj më vonë ai unë e mbaja mend me kapele. Kur u modernizuan çik ka më mirë. Edhe i them unë motës, ua sa mirë thash unë, sa e bukur. Unë do ta bëj takie. Unë sa ajo nuk i kam hyrë tha. Ti po ja realizove më tha mua, mirë do besh. E bëra 1, e bëra 2, e bëra 5, e bëra 10, sa me zi që e bëra originale. Originale, ja, kjo për shembull, ja, këtë do t'ja bëj nipi tim, Apollonit, jeshtë në Gjermani. Nëna më në telefon, mi bere mua robe popullore se do vi beharu, do t'i vesh, se i madhi ka marrë Rudolfi, se ka marrë emrin e gjyshit. Ai edhe po ja bëj takien, do t'i vetë të t'ja mbyll tani këtu, t'i bëjnë dhe mbylljen, se do vi në behar dhe do t'i ketë këto. E tashti është e pa përfunduar akoma.
Dhe takia nuk është e lehtë për t'u bërë Anila. Ka, domethënë, ka sekrete e saj, ka shumë sekrete. Dhe ajo që më bën përshtypje ka të bëjë, është e lidhur dhe me gunën me rreket të Mizeqes. 13 radhë ka karrige, 13 radhë ka edhe rreket, badaj dhe ka edhe guna me rreket, ato që vezbersin kështu janë rreket e saj. Dhe kanë lidhje domethënë takia mizeqare me gunën mizeqare. Ti ja ke dalë edhe ta provosh. Unë kam dhe jam e vetmja në Shqipëri, sot për sot. Jam e vetmja në Shqipëri që provoj takia mizeqare. Një domethënë objektivet, unë asnjëherë modeli nuk e shes. Këto që janë këtu janë punë 25 vjeçare. Njëshi është këtu, nëse ti do një tjetër, unë them ke do zgjidh modelin, ta bëj. Dhe modelet origjinale unë i mbaj këtu. Si është të jetosh në një shtëpi muze me veshje popullore për ty? Të jetosh në një shtëpi muze me veshje popullore, kur hyn brenda, hyn në një botë tjetër. Nuk është ajo botë që shikojmë në përditësi jashtë, po është i luks. Është i luks me kostume popullore. Edhe kur hyn këtu të duket sikur nuk je në tjetër botë. Shikojnë gjëra tjera. Shikojnë vetë si në për filma. Sa vite ke që jeton këtu në Berat? Unë në Berat kam që shka viti 1971, kemi ardhë nga Lushnja. Gruan e kam fjerake. Ke ardhë për të punuar? Kemi ardhë për të punuar, po. Kam qenë saldator, kam qenë fillimisht në qytetin e Lushnjës. Unë njoha, u dashurova me gruan time. Dhe u bashkuam në 71 kam ardhë për herë parë këtu në Berat. Pastaj krijuam familje, në 74 u martuam. Edhe pse u emocionove kur e tregon? Çfarë të emocionon? Rinia? Jo. Koha? Ndoshta kam kaluar për një smundje të rride. E mirë, bo, mos u ta thate nga Lushnja. Fundore jeni duke bërë? Unë po bëj një mbules tavoline. Në fillim, bëhet ajo tegeli, pastaj fistoni, bëhet prerja, qendisja, në fund fare bëj fistoni. Është e vështirë, është shumë. Do kohë të bëhet, po do duri. Ne tani jemi mësuar me këtë edhe. Sa vite ke që e bën këtë punë? Po bëj, unë 20 e ca vjet, 25. Punoj. Ku ke mësuar të punosh në këtë mënyrë? Ja, shumë me anë të shoqërisë. Në fillim na mësonte mamaja, shamull bizën, qendisjen, se këto e dini, po makinën nuk e dinja, pastaj u futa makinës, thashë, pse mos ta mësoj dhe unë? Çka kanë të tjerat më shumë? E kupton ti, edhe mësova. Përveç teje, ja ke kaluan Po, do kujt të pjesë vajzat e mia, po ato janë të martuara tani, nuk, njëra është në Greqi, njëra është në Itali, nuk punojnë me. Unë vazhdova, se ngela këtu. Mendon që jeni brezi i fundit që shisni këto lloj punimesh? Po, pse duhet jenë brezi i fundit, edhe mund ta mësojnë. Kanë dëshirë për shembull të rinjt mësojnë. Mësojnë, vinë, unë jam gati, jam e gatshëm t'ja mësoj. E kupton? Punimet e tua ku shihen, ku dërgohen? Unë vetëm punoj, më kupton? Ato i shet edhe jashtë tefta. Unë jam punëtore. Qa ndjesi të jep kur të Najsi. huajt apo shqiptarët? Najsi, kur më thot tefta që ti ke bërë punën shumë mirë, unë kënaqem. E kupton? Sa kohë punon për të nxjerrë dhe për të përfunduar një punë të tillë? Po kjo, për shembull do, një muaj do. Se e punoj dhe që ka vash, do kujdes të madh, e kupton ti që atë gjën që ta bëj ta nxjerr tamam, jo të më shitet. E kupton që edhe tefta të më kënaqen, që është kryesorja. Po ma pëlqeu tefta, është e shitur, është e mbaruar. I kërkojnë të huajt punimet tuaja ti blejnë? Po i kërkojnë, ja, mund të pyesni teftën. Për këtë punë. Unë po që ndis një fustan, për kostum kombëtar, për valltarët, për qa duhet. Edhe që ndis, edhe bëj biza, bëj çdo lloj punore.
Të shoh që dhe duart të janë plasaritur për shkak të mbajtjes së gjilpërës? Jo, edhe vetë. Edhe na puna ndonjëherë. Ka ndërruar. Se kam punuar shumë, punoj edhe tokën në fshat. Edhe me pundore më shploth kur bëj pundore, kur ulem. Ju në Bëj familje triko. e keni mësuar dikujt tjetër këtë punë? Jo, akoma. S'na e marrin fëmijët. Unë e kam punuar gjë e vogël shumë, kam filluar gjë në klasë 6, me biza, me qëndisje, triko, çarape, kam bërë shumë me mama. Tani kush do ta trashëgoj? Të bëjmë sa bëjmë ne, pastaj. Po e mësoj ndonjëherë, se mësoj. S'kemi çfarë bëjmë. Çfarë ndjesie të jep që puna juaj e dorës do Më i qëndrojë për kënaqesh. shumë vite? Më i kënaqesh edhe të shploth trurin për shembull kur punon, një kështu, në një botë tjetër, kur bën pundore. Ju smerreni me televizion, me telenovela, me rrjete sociale, Jo, gjithë shumë punëtore? pak, shumë pak. Me ato 2 punët e shtëpisë, shumë pak. Drejta për jetë. Ideja është por me të gjitha këto kostumet që ke, i jep, i kërkoj.